Lajmi i fundit. Janë zbuluar kimikate që shkaktojnë kancer në rrobat e zarës. Greenpeace testoi 141 veshje në 29 shtete nga disa marka të mëdha. Rrobat e zarës rezultuan të përmbanin NPE deri në 2600 ppm. Si dhe dianizdin, një substancë kancerogjene në disa veshje për fëmijë. NPE-t shpërbëhen në NP, të cilat janë distruptor endokrin që imitojnë estrogenin dhe ndërhyjnë në sistemin hormonal të trupit tuaj. Janë lidhur me infertilitetin, pubertetin e hershëm, çrregullime metabolike, kancer të gjirit, kancer të testikuajve dhe më shumë. Pra njerëz të dashur, kujdes rreth kësaj pjese se çka bleni për vete, sepse edhe herën e kaluar ju kum tregu që shenjë, po ashtu është e njëjta kancerogjen. Kështu që kujdesno edhe kur bleni tesha prej zarës.